Unë kur ullna me shok, bisedat që bëhen ato, nuk mund shmin të gjuas në Serbi, dikon krejt Antioqeke. Bili karierën e njëna, dhe të thëmë ku jam, a jam kra le, dikon në Serbia, se ato biseda jam i bindën që bëhen në diaspor kur t'ullën në për tavolina Antioqeke, asë Serbi në të një. Kjo më dhamë shumë, si rokët biseda e luftëtarëve, e veteranëve, thojnë hajna, kriminella, unë bashkë e kom pas një rast me një shok tash, okej që Ramushi pas ka vjetë, po ti me kadria, që ka faja jo? A veç që ka qenë një mjeke që ka shëru shtartë ose kesa, do me thonë, kjo duke ju falenderu propagandës pështër edhe të likë të Albin Kurtit, edhe krejt televizët vetë vendosi. A gjithë regon pak edhe për pjesën se qysh po e respektojnë UÇK-n ose cilë është mendimi juve, apo e respektojnë atë sa duhet pjesën e UÇK-s? Qeveria e ta nishme? Jo që e respektojnë, po për mendim të ata dhe e urrejnë dhe në maksimum. Për sa për ilustrim, unë kur ullna me shok, dikun me pi kafa, dishka bisedat që bëhen ato, nuk mund shmin të gjuas në Serbi, dikun krejt Antioqeke. Se po me ndonë? Po ndoke që kjo propaganda Albinës. Krejt hajna, krejt kriminella, krejt tradhtar, kjo ka ndiku. Edhe po mendoj se jam ka shpërlo pak trunën juve, rive, edhe diasporës atje. Qysh ka mëjt me ka në një pjesë e bisedës për shembull që ka qenë anti-UÇK-s, që juve ju ka ra me... Po, unë për shembull kur t'ullna me shok ato, se tina biseda, si rokët biseda e luftëtarëve, e veteranëve, pa marrë parasysh për kanë folsh, thojnë hajna, kriminella, unë bashkë e kom pas një rast me një shok tash, okej që Ramushi pas ka vjetë, po ti me kadria, që ka faja jo? A veç që ka qenë një mjeke që ka shëru shtartë ose kesa, do me thonë, a priori, si të në biseda, krejt është një farfrime e të mërshme, Antioqeke. Bili karierën e njëna, dhe të thëmë ku jam, a jam kra le, dikon në Serbia, se ato biseda jam i bindën që bëhen në diaspor kur t'ullën në për tavolina Antioqeke, asë Serbi në të një. Kjo më dhamë shumë. Do më thonë qatë shumë është mbush urrejtje ndaj të pareve që ka qenë në qeveri? Kjo duke ju falenderu propagandës të pështër edhe të likë të Albin Kurtit, edhe krejt televizët vetë vendosi. Për mendimin tem. Tash logjikisht me këqyrë, dishka ka edhe nuk ka është krejt që nuk ka dishka. Unë e di që për shembull kur e krasaj u këshin hotin, me këta u këshin hoti, s'ka luftu, u konë burgjët Serbis, ata e ka likvidu. Albin Kurti s'ka luftu, u konë burgjët Serbis, ka dole ka sha sistemin e Serbis, dhe kretë ministrat, plus u liru me dekret të kretarit Serbis. Atëherë, dhe me thonë, dyshimet janë. Fakt argumente s'ka, mirë po dyshimet, edhe unë besoj që për këto punë, Ramushi është shumë informuar. Për fatmirëlimin, kam vendime të mira. Për punë që i ka kry Fatmiri mas luftës, ves rrugën e kombit që na ka shtru Fatmiri. A ka të meta, a ka gabime kanë, edhe këta, mirë po. Për mua është më rëndësi, do shme llogarit për me vlerësuni njeri, është i mira e keq, edhe të mirat, edhe të këqijat sa ka. Nëse ka ma shumë të mira, nuk mund me qujtë të keq. Nëse ka ma shumë të këqija, normal që bjen. Kjo është mendimi im. Faleminderit. Faleminderit.